Mbrëmjen e sotme do të analizojmë zhvillimet që kanë ndodhur gjatë mesditës, sidomos nga gjykata kushtetuese me avokatin e njohur Zaçe Islami, mikun e emisionit ton. Avokat, të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Edhe unë të përshëndes dhe të falenderit për ftesën. Me lejoj që në fillim të përsëris komplimentat e shikuesve për bisedën e fundit për rastin e gjyqtarit. Të falenderit shumë. Mirë po, mësole, më kthemi çik mbrapa, desha do të analizojmë çik këtë punë e komplimentave të qytetarëve shqiptarë, të cilët unë i falenderoj nxehtësisht dhe ju jam mirënjohës dhe ju jam bëjmë korban për këtë vend dhe për këta qytetarë shqiptarë që e duan vendin. Zotëri, natyrisht që fjalët e mia diku kanë goditur dhe kanë goditur ashpër shumë. Dhe fakti që qytetarët shqiptarë që shikojnë kanalin tuaj vlerësojnë ato që them unë, jo mua si qytetar, po ato fjalë që them unë dhe ato vepra që bëj unë, tregojnë respekt për personalitetin. Po, faleminderit shumë. Tregojnë që jam në rrugë të drejtë. Mirë po, lego marri që më ngordi, tha Nasradini, po s'më lënë as mizat rehat. Fjalët e mia kanë goditur ashpër. Me adresë saktë, masonët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fjalët e mia kanë goditur ashpër Iluminatin dhe Komitetin e 300-ve. Përfaqësues identik, ekskluziv i tyre në Republikën e Shqipërisë aktualisht është një mashtrues që quhet Pollum Pilinçi. Çfarë ka ndodhur avokat? Do ta them, para gjysmore, para një ore, në fjalën e tij, Pollum Pilinçi më quajti radist të Ministrisë Brendshme, më quajti anti-amerikan, më quajti njeri që bën propaganda anti-amerikane, më quajti njeri milioner, që zoti Pilinçi e di shumë mirë që unë tani që flasim bashkë dhe me juve, unë kam 20 milion lek borx që jam operuar nga zemra se s'kam pasur mundësi t'i shlyej. Dhe kam mërë një tokë që ka blerë që në 2001, e kam vënë në shitje që të shlyej operacionit. Shlyej parat e operacionit. Dhe ka patur pësinë dhe thotë të është milioner. Hajde thotë Pilinçi, të bëjmë inventarin e pasurive të mia, të ftoj, jam në qendër të Shqipërisë, në qendër të Tiranës, bëhu burë dhe bëj debat me mua, dhe mos fol nga kulla e filtisht ku e urur atje. Të kam thënë që me mua ke kujdes, unë nuk të rëmbem, jo nga ti, po as nga ata që kanë bërë tyja, as nga ata që të kanë dërguar ty, as nga ata që të dërguar ty në 76 në Amerikë me helikopter, zotrote. Dhe del tani edhe mbron e Tiranën me të trap poshtësi dhe pislëqet e tia. Nuk pate kohë zoti Pilinçi të flisja një qik për korupcionin në drejtësi dhe në Shqipëri, nuk pate kohë të dënoje një qik e Tiranën për këto pislëqet që po bëjnë dhe për këto vrasje që po bëjnë, nuk pate se pretendojnë që bën më matë korba ti do këthesh 7.501, do këthesh prona shqiptarve, e tjera. Dëgjoj zotëri. Unë të kam duruar shumë. Të kam duruar shumë sepse kam besuar, fillimisht kam besuar që ti erdhe dhe fole në emër të Amerikës. Po ti nuk ke folur në emër të Amerikës. Ti ke folur në emër të komunistëve shqiptarë. Ti ta thash para ca ditësh, po ta them prapë me emrat e re. Ti Pollum Pilinçi e Kim Philby, i Enver Hoxhës. I futur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse nuk kthehesh në Amerikë? E di shqiptarët që ty nuk të lejojnë të shkosh në Amerikë tani. Dhe rri këtu edhe dele flet atje si Tellal Trifoni, pse nuk fton njëri atje që të bëjnë debat me ty, zotëri. Dil me mua të bëjnë debat. Ku do ashti, ku të kesh qenë ti? Avokat, po thoni që te Kim Philby një pjesë nuk e kuptojnë, po do të që është spion? Do ta shpjegoj. Faleminderit, rrofsh. Kim Philby, zotëri, ka qenë një oficer madhor në FBI-n amerikane, një njeri që kishte në dorë sekretet e shtetit në atë kohë, por që ishte spioni KGB-s ruse. Dhe çfarëdo vendimi dhe veprimi që nërmerte Amerika dhe binin grupet antikomuniste shqiptare për të rrëzuar banditët e Enver Hoxhës, Kim Philby
ja jep të Moskës, Moska ja jep të Tiranës dhe dilin oficerët e sigurimit të ushtrisë dhe i prisin në kufi. Në vendin eksakt ku do vinin ata, sepse informacione u dërgon tek filmi. Këtë po bën ky zotëria tani. Ky. Pra ju po thoni që spion. As më fjalë fare, ja them buri dhe dal thot. Dhe ta thot se thot kam ikur me helikopter nga Shqipëria. Ku ti thot ai? Ku ti thot ato pralla? Ne besojmë te Amerika, nuk besojmë te Pilinçi, te Pilinçët. Dhe unë prapë i drejtojmë ambasadës amerikane se jem drejtuar disa herë. Do t'ju lutem shumë, na thrisin atje në ambasadë, që të vit ballafaqohet me mua Pullum Pilinçi, më quan mua radist të Ministrisë Brendshme. Na pika mun kokë. Kam qenë radist të brigadës tankeve të Saukut, ta din shqiptarët e dini, ushtarët e mi, e di Tiranë, e din të tërë. Nuk e kam përtup, kam qenë njëri nderuar dhe jam njëri nderuar dhe do vdes i nderuar. Jo me turp si ky. Sepse nuk e kam rënë në qafë as kujt, nuk kam shpifur, nuk kam spionuar, nuk kam bërë absolutisht asnjë vepër të ndyrë. E vetmja gjë e keqe që bëj unë është që godas krimin dhe korrupsionin në Shqipëri. Kjo gjë i ndjek shumë, sepse ky ka ardhur në Shqipëri me mision që të shpëtoj partinë Rilindje ta shpëtoj nga gremina. Rilindja ka vajtur në gremin, po s'ka kush ta rrezoj më tani, nuk ka kush i vërdorën. Avokat, herën e fundit ju më thatë që ju kishte thënë tekstualisht që do ju jep nga këmbët. Po telefonat tjetër, keni pas me të, keni pas kontakt? E që nga jo ditë, jo, vetëm ka folur aty, dilë atje në të dritaren e ti që ka hapur aty, edhe dele dhe kërcënon atje, se kështu s'jam ban të dalë balë për balë. Jo se do deshet me mua me grush, jo. Por sepse nuk ka argument. Ju, avokat, përkërkoni një debat i desh në këtë rast, që ai po i shmanget. Bravo, dhe të vi, jo të spionoj, jo të shpifi për mua. Turp të kesh, se ke mosh sa unë ti, Pilinçi, jetë sa muaj mi matë. Turp të kesh që fletë kështu për mua. Po ta japin përgjigjen teleshikuesit dhe ndjekësit e gjithë këtyre kanaleve ku unë kam folur edhe flas. Dhe të dalë u bëjthirë shqiptarëve, do t'ju lutem shumë, përveç komunistëve. Të dalë dhe të thonë për Zaçë Islamin çfarë kanë. Unë kam kandiduar 3 herë për deputet dhe kam thënë të dalë në opinion publik dhe në mediat shqiptare gjithçka që është bërë dhe shkruar për Zaçë Islamin në periudhën e komunizmit, në periudhën e diktaturës, që ky nuk e thot asnjëherë fjalën diktaturë, nuk e mban ta thon. Po thot bolshevikët, se na gjeni bolshevikët këja. Me sa di avokat, edhe nga një kërkim i thjesht në Google që mund të bëjnë gjithë, nuk kam parë dhe gjuar të kesh në akuzë për korrupsion apo në krim apo në vjedhje apo në politika. Dhe të dalin, unë i ka ftuar qytetarë shqiptarë. Të dalin, të vinë, të thonë, të vinë debat, ku të duan, moro jam i hapur, ja ky jam në qendër të Tiranës, më gjenë fare kollaj, jam i hapur për këtë do qytetar shqiptar që ka pretendime ndaj meje, të ulemi në tavolinë. Zaçë Islami është burr nga fis që ka rëj fisi im në Kurvelesh, dhe është burr i fjalës dhe i besës. Nuk është burr i spionulliqeve dhe i kulisave nga të cilat për të cilat ka qarkulluar edhe po i vazhdon të qarkulloj Pullum Pilinçi. Pullum Pilinçi nuk e lejojnë të bëjnë në Amerikë tani se ka folur ky kundër ambasadës kundër amerikanëve. Është ky që thot flasin dhe bëjnë propagandë kundër Amerikës sot. Zotëri, ne nuk kemi në diktaturë, po këti ka ngelur ai Sahati në 76 që ka ikur këtej. Jo zotëri, ne do ta kritikojmë dhe Amerikën kur e shikojmë që nuk na vete ujtë në mullirin tonë. Ky ka folur në emër të Amerikës. Dhe të na jap që na thot kush e ka dërguar. Po e mbas sekret kemi pasur një se më kujtua tani do t'ua them shqiptarëve, bashkosit e mi e din, kemi pasur një punonjës civil tek reparti ushtarak i Gjenjos që kam punuar fillimisht Gjerdan Tiranë, i cili thoshte unë jam Gjoksi. Gjoksi ka qenë një pseudonimi nga këta spion të sigurimit shtetit që futeshin në radhë të grupeve të ardhura për të rëzuar Envelin. Edhe ai thoshte unë jam Gjoksi. Edhe ky, unë jam thot Amerika, unë kam ardhur këtu, unë kam atë deri tani asnjë gjë s'ka paraqitur. Nuk e di, për mua ta dëgjoj mirë, ta dëgjosh mirë zoti Pilinçi. Ty të kanë dërguar mason të Amerikës. Ty të kanë dërguar ata që mbajtën, ty të kanë dërguar Sorosi me gjithë bandën e ti. Ai të ka dërguar, ati po i shërbe. Ti nuk duron dot asnjë kritik që i bëjmë qeverisë shqiptare.
ti nuk po flet fare për korrupsionin në Shqipëri, ti flet me slogane. Se që nuk do bëj zgjedhje të mund, të tëra janë bërë, tani presi thuaj se do vi Emira Nder, nga do vi Emira. Nuk kisha ndërmend të merresha me ty, zoti Pilinçi, çfarë s'kisha ndërmend të merresha me ty, sepse thash nuk ja vlen para qeran. Po kur shikoj që ti nuk rira dhe ty sot tani ndak, ti zotëri fole me urdhër nga lart. Dhe urdhri nga lart ka ardhur nga Edi Rama, sepse jam i vetmi antikomunist shqiptar që u bë gjërave pikat mbi i, që ti se ke bërë deri tani. Pra avokat, ju po aludoni që ka lidhje me Ramën, fakti që thatë edhe për Soros. Absolutisht, me paraardhësit e Ramës. Lidhjet i ka që nga 1976 kur e kanë nxjerrë jashtë shtetit me mision këtë. Se nuk ikën 27 vjeç të iki të vinë Amerikanët ta marrin me helikopter, që në Shqipëri nuk vyte miza atëherë ku ti tregon ai. U tregon të rinjve. Avokat, ju thoni që e kanë nxjerrë me mision Enver Hoxha për në Amerikë. Pa diskutim, 100% vepra tjere dhe goditja dhe lufta që bën ndaj meje është pikërisht këtë vërteton. Ose datë vërtetoj ato që thot. Unë diskutoj të nxjerr muajin me atë punë që bëj, me punë të ndershme dhe kam dëshmitar gjithë shqiptarët. Ky thotë është milioner. Po pse gënjen, po nuk të vjen turp, po e burr 80 vjeç më po vetë jemi një këmbë në varr. Të gënjesh ti pse nuk ta mban të bësh debate? Pse nuk ta mban të përballesh me mua? Pse nuk ta mban të thuash, i thuash me fakte ato që thua, jo me slogane, jo me shpifje siç po bën ti. Jo zotri. Prandaj ke kujdes ta lashkojnë me atësit kur të zësh emrin tim në gojë. Se goja jote është e papërshtatshme për të zënë emrin tim në gojë. E morë vesh. Avokat, më thuaj dot kur ndodhi krisja, sepse fillimisht ka pas shpresë me fjalët që ai thoshte, që do bëhet kjo, do bëhet ajo. Si ndodhi krisja, pra ku e mbushi kupën? Ky kupën e mbushi që kur tha nuk do bëhet zgjedhje dhe zgjedhjet u bën. Doli bllaf. I mbajti popullin në qetësi, u tha po pse për këtë erdhi, për këtë ka ardhur. Mirë po ngeli këtu tani. Edhe dhe diçka tjetër, zoti Pilinçi na thuaj për kartelën tënde mjekësore. Se do ta gjoj unë. Na jep kartelën tënde mjekësore, se do ta gjoj unë. Ti je i sigurt? Për të mos e ne kam gjetur. Kartelën mjekësore. Zotëri, ky është aventuria. Aventuria që është... Po në këtë moshë? Letër... është... Po, shiko, spiuni mbetet e vdes spiun. Spiuni vdes spiun. Do punoj deri ditën e fundit për ata që e kanë dërguar. Ai punon për Partinë e Punës së Shqipërisë. Ai që thot jam kundër komunizmit, është një metodë e shkëlqyer për të luftuar, për të mbrojtur atë që do të mbrosh. Dikur na thoshin revizionistët modern, thoshte Enveri për të luftuar marksizmin e luftojnë nëpërmjet Marksit. Edhe ky tani del dhe thot unë jam antikomunist, unë jam ashtu, kam bërë atë, jam atje, kam këtu, asnjë gjë s'ka bërë deri tani ka bërë vetëm fjalë. Avokatun çuditem sepse ju jeni edhe nga natyra, edhe nga përmbajtja pro-amerikan. Edhe në biseda që ne bëjmë kemi të pashmangshme që të mos e përmendim Amerikën, thirrjet tuaja janë të vazhdueshme kundër kësaj klase politike, me shpresën e vetëm me tek Amerika. Pra çuditem si ju ka atakuar në këtë pjesë që ju e keni pjesën më të fortë, orientimin euroatlantik. Të falenderit shumë, pikërisht atë bën. Sepse jam i vetmi që se s'ka që më thot tjetër, s'ka që thot shqiptarve, atyre që janë si unë, simpatizant dhe që kanë besim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka çfarë të thonë dhe bë shpifje, se spiun këtë bëjnë, ndërtojnë ngrehina në mendjen e tyre ose me urdhër nga shefat e tyre. Ka vetëm thot një dokument mortit, ore ti Pilinçi, po je burr, jo burrec, nxjerr një dokument, një provë për ato që thua. Po s'kam që të bësh se ti je shtetas amerikan, se po ti je shtetas shqiptar, ta thosja unë. Se do përgjigjeshe apo do përgjigjeshe për ato shpifje që më publike. E more vesh. Avokat, kam edhe diçka të fundit për këtë çështje. Si mendoni që do mbyllet kjo që ju e thatë aventura e tij? Pra, pat një nisje,
gjatë verës pa disa lëvizje në disa qytete në Kosovë. Një sfumim më duket mua tani këtej nga Vjeshta e parë dhe e dytë që po shkojmë. Tani ju si mendoni, si mbyllet kjo aventurë? Shiko, i nderuar gazetar, të falenderoj shumë për pyetjen që më bëre. Sinqerisht të falenderoj shumë. Po mirë more, zoti Pilinçi, pse nuk vajte në sef herën e dytë që vajti u arzuat ose u premtove? Prandaj je i pa bes. U premtove shkodranëve dhe malsorëve të thethi që do shkoje ti atje, do bëje më matë korba dhe nuk do lejoje të shkonte policia. Po kush të pyet ty more katran me boj? Po nuk e shef që së të pyet as maçi shtëpis nuk të pyet, do pyesin tyja. Po ty të vjeni natë se unë ta kuptova lojnë me kohë, ka një vite ca që të zbulova se çfarë je. Se unë jam burri fjalës edhe i veprës, nuk jam burri i mashtrimeve si që ti, si që kanë mësuar tyja, si që i udhëzuar ti që të plasë në Shqipëri. Na u bëre trim ti të dalësh të kundërvijesh gjithë shteti shqiptar. Shko më kundërviju, po e burë, po ti kundërvijesh shtetit ti Pëllum Pilinçi, jam unë në balë. Si që kam qënë, jam dhe do jem. Me i dhatë, kush ka top të bëhet, dhe jo me vëmëndje, shiko mirë, kush ka top të bëhet, mua ti më merë t'i keqen e këpucës. Vazhdoj. Avokat, thatë pak më lartë që keni siguruar në mos gaboj kartelën, çfarë do të thotë kjo? Nuk e kam siguruar, më kanë premtuar që është me probleme shëndetësore, psiqike. Nuk keni siguruar kartelën, po keni siguruar përmbajtjen e kartelës. Po. Më kanë thënë, më kanë premtuar që do ma sjellën dhe kartelën. Më kanë premtuar. Kur të ma sjellën, do ta nxjerr këtu ta shikojnë, ta lexojnë të tërë shqiptarët, edhe sa e gjbëri, po t'i vëshire komentet e lexuesve, të shikuesve në televizionin dhe këtë podcastin e tia, që tëri thonë organizaci islami ç'ke. Shikojni ato komente. Po, sepse ju gëzonit simpati dhe respekt, nisur dhe nga ajo që unë e thash edhe në fillim, pa ditur si do shkonte kjo bisedë sonte për këtë çështje, nisur dhe nga biseda e fundit, por dhe të tjerat, edhe nga qytetarët që takoj, madje gëzoni respekt dhe simpati, sepse nuk jeni me asnjë palë, jeni me... Absolutisht jo. Unë jam me Shqipërinë, pikërisht ky është burimi dhe ajo inati më i madh që ka ky dhe ata që e kanë dërguar. Jo, ata që e kanë dërguar dhe ata që e mbështesin këtu. Këtu qëndron gjithë lufta e tij, sepse unë kam gëzoj respektin e qytetarëve dhe të bashkëkombësve të mi. Pse e gëzoj respektin? Se gëzoj respektin e tyre se janë burri bukur. E gëzoj respektin e tyre sepse unë i bë gishtin në plagë për çdo problem që ka shoqëria shqiptare. U acaruar shumë dje dhe sot, ky dhe këtat, zotërinjtë edhe partije, janë acaruar sepse unë thashë juristin e vrau drejtësia shqiptare, sepse u kam thënë që kupola e korrupsionit në Shqipëri është drejtësia shqiptare, sepse unë kam thënë që këta janë bandit të veshur me pushtet dhe që Shqipërisë po e bëjnë gropën. Por tani po ja bëjnë gropën me ndim me Pëllum Pilinçit. Është ky që i vë shqiptarët, kjo do të rrini urçkini ju, u premton dhe u premton që do t'i ngopi me lupë të zbrazët. Dhe del tani këtë ka bërë. Dhe të na thotë çfarë suksesi ka arritur në punën e tij. Një. Tha do bëjë zgjedhje, nuk do bëjë zgjedhje, zgjedhjet u bën. Ka ditë për ditë që nuk thot nga minuta në minutë, po thot minuta në minutë sot do bëjnë arrestime, që arrestime, ku që bëjë arrestime. Ka ditë për ditë që ja hedh pa njëri gjyqetit e tani, nga që s'ka që të thot më, merr edhe nxjerrsa fotografi atje dhe u bën biografinë atyre. Dhe është asaruar shumë sepse i dështoi misioni i Benjaminit të tyre Sali Berishës, antikombëtarit Sali Berisha në çështjen shqiptare, qendërkombëtare shqiptare. I dolli boja Sali Berishës. Dhe kjo, por Sali Berishën kjo ka paturpsinë dhe e tregon vetë, thotë e kam vënë, thotë. Dili mor zotri, ati që ke vënë, unë i kam futur në politikë, thotë Erion Velin, Elisa Spiropalin, atë ka qërële se ka ajo, që ministre jashme. Gjashkën, më erdhën atje thotë hoteli, thotë edhe unë kam zënë futur në politikë. Po zotri, kjo është shumë e vërtet. Këtu të ka shpëtuar një detaj që neve nuk na shpëton dot, se nuk kemi pa shkollë. Ti ke futur spionët e tu në partinë
komuniste, në Partinë Socialiste të quajtur shqiptare. Dhe gjithandej ke një rritetu agent të sigurimit shtetit, pasardhës të tyre dhe pasardhës të baballarëve të gjyshëve të tyre. E përgjegjësi ka shik këtij vendit i zoti Pilinci, se ti na i bëre 5 qesh. Siç ke deklaruar vetë, se unë nuk e di. Unë nga vajtur me besardesën me drejtësi, ndash pas Berishës deri në 2005 që e pam se çfarë ishte, në dash pas ati të LZK-s Gjejt, jo Gjejt që e quani këtë. Dashej, në dash ati spioni tjetër Kreshnik Spahiut, ku di unë se këta janë të tërë, nga ta di unë që janë të tërë spion. Nderi dhe personaliteti im e do që unë t'i denoncoj spionët edhe pse mund t'jem, jo mund t'jem, po kam shpresuar që ata do bëni diçka për këtë vend. Dolën si që janë, si që shef populli përgjegjësia se këti. Avokat, më thuaj edhe diçka, ju thatë shumë gjëra duke i drejtuar atij, po nëse do ta kishit përballë në rrugë, çfarë do t'i thoni? Pra për te ekranit. Po, vetëm një fjalë. Turp të kesh. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj ty për intervistës.